Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim një mesazh. Në këtë moment, dëgjoni këtë mesazh nga sjellin Tarot, që do të vi brenda 3 ditëve tek ju. Pra brenda 3 ditëve do të vi ky mesazh i tarotëve tek ju. Sa thonë këto mesazhe të tarotëve? Jeni një person shumë inteligjent, që do të keni një marrje të një lajmi të rëndësishëm në jetën tuaj, brenda 3 ditëve. Do të vinë në jetën tuaj këto mesazhe lumturie në qiell të pastër. I prisni, jeni në pritje të këtyre mesazheve. Meditoni fort, brenda vetes tuaj reflektoni dhe për të hequr këtë mërzitje dhe këtë angst që ju prisni për këtë lajm, për këto mesazhe që do t'ju vinë shumë shpejt. Dini të keni atë pjesën e ekuilibrit në jetën tuaj, pjesën e balancës. Shumë shpejt, ky mesazh do t'ju transformoj jetën tuaj. Do të vi ky lajm i mrekullueshëm që do t'ju transformoj jetën tuaj tek pjesa e dashurisë dhe tek pjesa e monedhave. Pra, në 2 aspekte. Pjesa e dashurisë do të bëhet ky takim dy shikupave dhe tek pjesa e bollokut do të vi ky lajm i mrekullueshëm tek ju. Pra, janë 2 mesazhe fantastik të mrekullueshëm që do të vinë për 3 ditë në jetën tuaj. Mesazhi i bollokut, i monedhave, dhe mesazhi i dashurisë për një takim të rëndësishëm në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji e këtyre mesazheve të tarotëve? Me kë shonj? Me binjakët, me dashin, me britjapin, me ujorin, me shigjetarin, me vigjëreshën, peshoren, demin dhe me peshqit. Kurse me gërmat mund të rezonoj me që është energji e përgjithshme, me gërmën N, me gërmën U, Q, Y, me gërmën Një, Gj, M, Gj, A, me gërmën G, Q, S, C, Z, R, dhe me gërmën L. Po marrim dhe gërmën B. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.